Pejgamberi alayhis salatu wassalam pra thot, se cili prej jush në ditën e kiametit do të flasë me Zotin e tij, do të flasë me Allahun azza wa jall. Mes tij dhe Allahut nuk do të ketë përkthyes ose ndërmjetësues, pra drejt për drejt me Allahun. Njeriu shiqon nga e djathta e tij dhe nuk do të sheh vetëm se veprat që i ka bërë. Gjithashtu do të kthehet nga ana e majt dhe nuk do t'i sheh vetëm se veprat që i ka bërë. Pra nuk ka shoqni, nuk ka familje, nuk ka miq, nuk ka pasuri, nëse ka qenë mbret, nuk ka ushtri, gjitha i kalon mrapa dhe askush nuk e përfit. Të nderuar xhamatli, çdo ditë që kalon jeta jon në këtë botë po harxhohet. Çdo ditë që kalon po i afrohemi ditës së kiametit, ditës së gjykimit. Dita e gjykimit është ditë e rëndë, ditë e vështirë. Atë ditë secili do ta ketë gajle veten e vet. Do të bërtet dhe do të kërkojë ndihmë duke thënë shpirti im, shpirti im. Ditë ku nga friga edhe fëmijët do të thinjen. Në atë ditë nuk bën dobi pasuria e as pozita. Nuk të shpëtojnë diplomat e as sigurimet. Atë ditë nuk do të bëjnë dobi edhe avokatët më të mirë të botës. Nga friga e madhe në atë ditë, prindi kërkon shpëtim nga për veten e tij dhe largohet dhe nuk e njeh as fëmijën e vet. Imagjinoni sa i afërt është fëmiu për prindrin, për nanën, atë ditë nana do ta harrojë fëmijën e saj. Gjithashtu vllau, burri gruan, gruaja burrin, shokët mes vete nuk do të njihen, secili e ka hallin e vet. Pejgamberi alayhis salatu wassalam po na e përshkruan gjendjen e ditës kiametit, gjithashtu po na jep edhe zgjidhjen se si të shpëtojmë në ditë, si do të bëhemi prej të shpëtuarve. Pejgamberi alayhis salatu wassalam pra thot, se cili prej jush në ditën e kiametit do të flasë me Zotin e tij, do të flasë me Allahun azza wa jall. Mes tij dhe Allahut nuk do të ketë përkthyes ose ndërmjetësues, pra drejt për drejt me Allahun. Njeriu shiqon nga e djathta e tij dhe nuk do të sheh vetëm se veprat që i ka bërë. Gjithashtu do të kthehet nga ana e majt dhe nuk do t'i sheh vetëm se veprat që i ka bërë. Pra nuk ka shoqni, nuk ka familje, nuk ka miq, nuk ka pasuri, nëse ka qenë mbret, nuk ka ushtri, gjitha i kalon mrapa dhe askush nuk e përfit. Pra atë ditë, vetëm veprat që i ke bën këtë dynja i ke. Dhe kur shiqon para ti, do ta sheh zjarrin e xhehenemit. Pejgamberi alayhis salatu wassalam po na e bën të qartë dhe të imagjinueshme se këto vepra që i ke përreth teje janë shpëtuese nga zjarri i xhehenemit që është para teje. Pastaj e përfundon fjalimin pejgamberi alayhis salatu wassalam duke thënë ittaqun nara walau bi shiqqi tamra. Ruajini veten tuaj nga zjarri, nga ky zjarr, edhe me një gjysmë hurme, edhe me dhënien sadak të një gjysmë hurme. Në një transmetim tjetër thot, nëse nuk e gjen edhe atë, me një fjalë të mirë, me një fjalë të bukur. Pra bon çdo gjë që të shpëtosh nga ky zjarr i madh dhe i frikshëm. Ky hadith na bën të kuptojmë se çdo vepër e mirë, sado e vogël që të jetë, duhet shfrytzuar dhe bërë. Sepse pikrisht ajo mund të bëhet shkak shpëtimi për ty. Zgjidhja vetme për të shpëtuar nga zjarri i xhehenemit është që të bëjmë sa më shumë vepra të mira.
Por ma e rëndësishmja është që këto vepra të i bëjmë sinqerisht për hir të Allahut. Vepra që të i bëjmë sinqerisht për hir të Allahut, larg lavdrimeve, larg syve të njerëzve. Bëj ato për hir të Allahut, sepse veprat që shihen dhe ekspozohen janë gjithmonë në rrezik. Veprat e mira që bëhen dhe shihen shkojnë tek Allahu Azza wa Jall. Mirë po janë të rrezikuara, mund të prishen, mund të zhduken. Veprat e fshehta janë të sigurta. Ato të shoqërojnë deri në ditën e Kiametit dhe ato të shpëtojnë me mëshirën e Allahut subhanahu wa taala. Pejgamberi alayhi salatu wasalam në një hadith thot: kush prej jush ka mundësi të bëj vepra të mira, fshehurazi, le t'i bëj. Kush prej jush mund ta bëj një vepër që të mbetet sekret mes teje dhe Allahut, bëj ata. Pra bëni disa vepra që mos ta di askush. Vetëm ti edhe Zoti yt Allahu xhalla xhelalu. Allahu i shpërblen gjitha veprat, po veprat e fshehta shpërblen në mënyrë të veçantë. Në hadithin ku pejgamberi alayhi salatu wasalam i përmend 7 kategori të njerëzve që do të jenë të strehuar në hijen e arshit të Allahut ditën e Kiametit, ku ditë nuk do të ketë hije tjetër, 2 prej këtyre kategorive kanë të bëjnë me temat që po flasim. E para është, apo një prej këtyre dyjave, është një njeri që kujton Allahun në vetmi. Me bë dhikr, me përmend Allahun në vetmi, ku nuk të sheh askush. Dhe i rrjedhin lotët. Pra një prej këtyre 7 grupeve është kur një njeri e përkujton Allahun Azza wa Jall nga frika, nga dënimi i Allahut, apo nga dashnia e madhe që e ka ndaj Allahut, i rrjedhin lotët. Kjo vepër e bën që të shpëtoj ata ditën e Kiametit. Grupi tjetër është kur një njeri jep sadak dhe e fsheh ata. Aq shumë e fsheh sa që nuk e di dora e majt se çka ka dhënë djathta. Pra edhe kjo ka të bëj që veprat e mira të i fshehim sa më shumë, sepse ato janë më të sigurta. Këta janë njerëzit që kanë ruajtur sinqeritetin dhe kanë vepruar vetëm për hir të Allahut Azza wa Jall. Pejgamberi alayhi salatu wasalam i thot Bilalit radiallahu anhu: o Bilal, më trego për një vepër të ëndën për të cilën shpreson më së shumti shpërbimit të Allahu Azza wa Jall, sepse unë kam dëgjuar zërin e ecjes tënde në xhennet. Bilali radiallahu anhu, gjithë keni lexuar për jetën e tij, ka qenë një besimtar shumë i devotshëm, ka bërë sabër torturave të mushrikëve. Mirë po, kur muslimanët forcohen, ai e merr një pozitë të madhe tek muslimanët. Gjithë muslimanët e dojnë dhe sot e kësaj dite i çojnë rahmet atij dhe bëjnë dua për ta. Bilali radiallahu anhu, njeri i sinqert, njeri i madh, njeri me vlera. Pejgamberi alayhi salatu wasalam po i thot: o Bilal, më trego për një vepër që e bën, që shpreson se Allahu Azza wa Jall shkaku asaj vepre ka me të shumë xhenet. Sepse unë po e dëgjoj të ecmën tënde. Bilali radiallahu anhu me këtë modesti thot: ja Rasulullah, e lypte në një vepër që e dallon. Thot: ja Rasulullah, unë sa që të marr abdes, qoftë natën apo ditën, fali namaz nafile. Sa të ka mundësi, 2 recat, 4 recat, 6 recat. Dhe mendoj se kjo është ajo e veçanta. Pejgamberi alayhi salatu wasalam e përgëzon pra gjatë jetës tij dhe ja konfirmon se ajo që ka vepra që po e çon në xhennet Bilalin radiallahu anhu. Pra sa herë që mirë të abdest, falte namaz nafile, dhe kjo vepër u bë shkak që i dërguari i Allahut Azza wa Jall ta përgëzonte dhe të i thoshte se ti je në listën e xhenetlive të Allahu subhanahu wa taala. Vepra e mirë e fshehur është thesari dhe ajo që do të gëzoj mas shumti në ditën e Kiametit. Veprën e fshehtë që e bën, ajo ka me të gëzu mas shumti në ditën e Kiametit. Sepse ajo buron nga zemra e pastër dhe e sinqert. Një zemër që është e mbushur me dashuri dhe frikë për Allahun xhalla xhelalu. Secili prej nesh
do të ketë vepra të mira, të fshehta, vepra sekrete mes ti dhe Allahut Azza wa Jall. Ato mund të jenë të shumta, mund të jenë të lloj-llojshme, mund të jenë të thjeshta, mirë po le të bëhen për hir të Allahut Xhalla Xhelalu. Ato mund të jenë 2 recat, ato mund të jenë një lexim, 2 faqe, 4 faqe të Kur'anit që nuk e di askush, mund të jetë një kujdes yt për një jetim apo më shumë. Veprat mund të jenë të shumta. Allahu nuk i nënvlerëson veprat e vogla. Kryesora është që ta bësh ti sinqerisht për hir të Allahut Azza wa Jall. Vdiq Ali ibnul Husein radiallahu anhu wa rahimah, stërnipi pejgamberit alayhi salatu wassalam. Ai banonte në Medinë, kur vdiq, disa ditë më vonë filluan të ankohen të varfrit e Medinës. Pse? Sepse nuk po i shkon ushqimi. Ishte dikush që gjatë natës, për çdo natë ja binte ushqimin në shtëpinë e tij. Më shumë se 100 familje fukarash. Filluan të thonë që ku është ai njeri që na binte ushqimin. Askush nuk e dike se ai ishte Ali ibn al-Husein. Kur e pastruan, kur e lanë për ta varrosur, e vërejtën që shpina e tij ishte shpinë hamalli, nuk ishte shpinë zotniu. Shpinë e lodhën, shpinë e dëmtuar, e gërvishur nga shenjat e bartjes së thasve. Ai për çdo ditë në mbrëmje, kur njerëzit flinin, i mushte thasët me ushqime dhe i shpërndante vetë në për shtëpit e fukarave. Edhe pse Ali ibn Husein ka qenë dietar i madh, ka qenë zotni i muslimanëve, ka qenë zotni në Medinë dhe stërnipi pejgamberit alayhi salatu wasalam, pra një autoritet të madh ka gëzu. Daud bin Abi Hind, një nga dietarët e kohës tij, kishte agjeruar 20 vjet e askush nuk e kishte ditë. Çdo mëngjes dilte nga shtëpia e tij me ushqim në dorë dhe gjatë rrugës e jepte sadak. Njerëzit edhe familjarët e tij e dinin se ky po e merr ushqimin edhe po shkon në punë. Atje e ha ushqimin, kur kthehet edhe një herë në mbrëmje, e në vërtetë ai gjatë rrugës e jepte sadak dhe agjeronte. Në mbrëmje kur hinte në shtëpi e hajte iftarin edhe e vazhdonte jetën. Pra kështu ka vepruar 20 vite. Ai ka fal namaz natë me vite me radhë dhe askush nuk e ka ditë. Kur ligjeronte, kur i jepte derse dhe nga emocionet apo nga frika e Allahut i rridhnin lotët, e kthente kokën anash edhe thoshte sa shumë zgjati ky grip. Por me thonë se nuk jam të çajt për hir të Allahut. Mos me bë se un po çaj për hir të Allahut e po e bëj kët para jush. Po e maskoj veten dhe po them se gripi më zgjati shumë e për ata po më rrjedhin lotët. O vëllezër, runi veprat e mira. Mos t'i fusim ato në thes të shkyer, në thes të grisur. Mos t'i asgjësojmë duke i tregu dhe reklamu. Mos pritni duar trokitja prej njerëzve. Lutë Allahun që të na jep sinqeritet. Lutë Allahun në vetmi. Elusim Allahun Azza wa Jall të na jep sinqeritet në fjalë dhe në vepra. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم